Po ndihesh vazhdimisht i lodhur, pa energji, shpesh i uritur dhe pavarësisht dietave nuk po humbet peshë, nuk është çështje vullneti, mund të jetë rezistenca insulinës. Insulina në vetvete është hormoni që lejon glukozën të futet në qeliza dhe të përdoret si burim energjie. Por kur ato nuk reagojnë siç duhet ndaj saj, pankreasi fillon dhe prodhon gjithnjë më shumë insulinë. Dhe kjo gjendje njihet si insulinorezistencë. Dhe në vetvete zakonisht shoqërohet me shtim në peshë, lodhje, uri të shpeshtë dhe rrezik për diabetin tipit 2. Zgjidhja nuk është të konsumosh më pak apo të stërvitesh më shumë, por të marrësh një regjim të personalizuar për të mbështetur këtë problem shëndetësor dhe të stërvitesh në mënyrë strategjike. Një plan ushqimor i personalizuar që stabilizon glukozën në gjak, i kombinuar me një aktivitet fizik të rregullt, ndihmon në përmirësimin e ndjeshmërisë së qelizave ndaj insulinës dhe ekuilibrit metabolik. Nuk është vetëm çështje të biesh nga pesha, është çështja që ti të ndihesh më energjik, të jesh më i qartë dhe i kthjellët mendërisht dhe të gëzosh një shëndet të plotë. Mos lufto me pasojat, kupto shkakun dhe vepro në mënyrë strategjike. Ndaj, nëse ju keni ndonjërin nga këto simptoma që lart përmendëm, ose vështirësi për të rënë nga pesha pavarësisht përpjekjeve tuaja, ne jemi këtu për juve, ne mund t'ju ndihmojmë. Ndaj, komentoni më poshtë, konsultoni.